Deklarata përmes të cilës i bëhet thirrje Bashkimit Evropian që procesi i liberalizimit të vizave të mos kushtëzohet me ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, ngjalli debat në kuvend mes pozites dhe opozitës. Kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme nga radhët e PDK-s Elmire Qica kërkoi nga deputetët të përkrahet deklarata e koalicionit qeverisës. Pas miratimit kësaj draft deklarate, të krijojmë grupe të përbashka nga gjitha partitë, edhe pozit dhe opozit, po edhe nga komunitetet jo shumicë, edhe të dalin në përqendrat vendosjes, në mënyrë që ne të dëshmojmë që jemi unik sa i përket liberalizimit vizave. U përkrah edhe nga shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri. Një deklaratet e jona është shprehje e vullnetit mirë, si kuvend, si parti politike, për atë që qytetarët tanë, ose më mirë me thonë Bashkimi Evropian, ta ketë parasysh. Por draft deklarata për vizat u kundërshtua fuqishëm nga opozita. Tashmë sa muaj ne jemi futur në një proces të gjitha subjektet politike dhe jemi ullur në tryezë ku po përpiqemi t'i parafrojmë qëndrimet lidhur me një deklaratë të përbashkët saj përket demarkacionit. Në këtë tryezë janë po ashtu të pranishëm ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe përfaqësuesi i BE-s. Atje kemi një draft tjetër ku i kemi parafruar qëndrimet. Ky drafti që është sjellë në Komisionin e Punëve të Jashtme nuk ka asgjë të përbashkët me këtë pjesën ku ne i kemi parafruar qëndrimet. Jemi të përcaktuar që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të zgjidhet përmes rrugës politike, diplomatike e ligjore. Nëse nuk pranohet edhe këto propozime tona, me keqarje them që ne nuk e kom mandatin as unë as grupi që ta votojmë deklaratën që e dha kryetari i komisionit. Më thonë drejtën, ky paragraf i fundit, domethënë ku ju njoftojmë institucionet e Kosovës i kanë përmbush gjitha kriteret e kështu me radhë, domethënë është i paqëndrueshëm se me ti kishim përmbush këtë kriteret, ne as kishim nevojë me lëshu deklarata. Kreu i kuvendit Kadri Veseli kërkoi të mos ketë debat të zgjatur për këtë çështje. Kërkoi pauzë në mënyrë që shefat e grupeve parlamentare të harmonizojnë qëndrimet. Me shku më ullë, me hjek gjitha një pjesë opozita, po dënë me fu demarkacionit gjithsesi më rishqyrtu, pozita e ka qëndrimin e vetë, si do që tjetë kena më futë edhe një 6 orë diskutime, kene parasysh, edhe në fund jam i sigur se vendimarja është me paragjykim. Domosdoshmërisht duhet që të vazhdoj debati për gjithë deputetët që duan të flasin për këtë çështje. Ne morëm qëndrimin e grupit, kalojmë atutje, pastaj të marrim. Unë kam 10 minuta me folë dhe mos më ndërhy kur flas. Kur të kryej pastaj të flet. Ndalohet fjala pa leka e ka. Regjia janë. Se ndalohet fjala. Janë dalë fjallën. As pas 2 orësh pauzë dhe konsultimeve mes përfaqësuesve të pozitës dhe opozitës nuk u arrit pajtueshmëri. Partitë opozitare kanë paraqitur një deklaratë të përbashkët për vizat, me anë të secilës kërkohet që të arrihet pajtueshmëri për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Në fund ju pajtuat me tekstin propozuar për të mëshiruar si deklaratë përbashkët të subjekteve politike, ku thelbi i asaj deklarate tash është bërë në këtë. Tash nuk po di pse është e papranueshme kjo për Partinë Demokratike të Kosovës. Kryeparlamentari Veseli propozoi që pika e rendit të ditës që ka të bëjë me deklaratën për vizat të hiqet nga rendi i ditës. Për deklaratën me anë të secilës kërkohet nga Bashkimi Evropian që mos të uvej kushte qytetarëve të Kosovës për të qarkulluar pa viza, nuk janë pajtuar ditë më parë në një takim me përfaqësuesin ndërkombëtar as lideret e partive politike.